Ish banori i Big Brother VIP Albania, DJ Gimbo, ishte i ftuar ditën e sotme në emisionin Shqipëria Live, ku ndau me publikun një pjesë të rëndësishme të përditshmërisë së tij pas daljes nga shtëpia më e famshme në vend. Ai foli hapur për ndryshimet që ka sjellë eksperienca në reality show, duke theksuar se fama dhe vëmendja e publikut kanë qenë të menjëhershme, por edhe një përgjegjësi më e madhe për të ardhmen e tij artistike. Gimbo tregoi se periudha pas Big Brother ka qenë mjaft intensive, me angazhime të shumta në muzikë dhe projekte të reja që po marrin formë. Ai u shpreh se kjo është një fazë shumë e rëndësishme për karrierën e tij dhe se po mundohet të shfrytëzojë maksimalisht momentin për të sjellë risi në tregun muzikor shqiptar. Përveç karrierës, ai nuk la pa përmendur edhe emocionet për ndeshjen e rëndësishme të mbrëmjes mes Kosovës dhe Turqisë, duke treguar mbështetjen e tij dhe entuziazmin si tifoz, një anë më personale që e afroi edhe më shumë me publikun. Megjithatë, momenti që tërhoqi më shumë vëmendje gjatë intervistës ishte padyshim zbulimi i bashkëpunimit të tij me Gjestin. DJ Gimbo konfirmoi se të dy janë duke punuar intensivisht për projekte të reja muzikore, të cilat sipas tij do të sjellin një frymë krejtësisht ndryshe nga ajo që është parë deri më tani në treg. Ai la të kuptohet se bëhet fjalë për diçka inovative, duke ngritur pritshmëritë e publikut dhe fansave të tyre. Me stilin e tij karakteristik dhe plot humor, Gimbo dha edhe një paralajmërim që nuk kaloi pa u komentuar. Shumë projekte çka jena tu bana që tashti s'ka ba hala kurkush, kur ti qesim keni me u dridh, u shpreh ai mes të qeshurave. Deklarata e tij ka ngjallur menjëherë reagime në rrjetet sociale, ku ndjekësit janë bërë kurioz për atë që pritet të vijë, duke e kthyer këtë bashkëpunim në një nga më të përfolurit e momentit. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova. Që e gjeni në bio, mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.